Tani nuk diskutohet që do na hidhen fyt me një herë flamingot edhe do thonë patronazhistat janë mbledh atje, administrata është mbledh atje, të gjithë janë mbledh atje me zor të madh. Po unë ju falenderoj shumë ju falenderoj shumë për këtë dhe çmoj shumë realisht mundimin për të ngjitur deri këtu së bashku. Një ngjitje që ka qenë jo lehtë, por patjetër që po të marrësh parasysh se nga e kanë nisur ata që e themeluan Partinë Socialiste dhe pastaj nga e kanë nisur ata që morën guximin në Shkodër ta çelin degën e Partisë Socialiste, atëherë besoj që jo vetëm nuk kemi asnjë arsye për të qarë për vështirësitë apo për të ndjerë të lodhur nga vështirësitë, po i kemi të gjitha arsyet për të vazhduar të ngjitemi, për të ngjitur Shqipërinë aty në majën ku na kanë lënë amanet rilindësit tanë dhe aty ku ja kemi borxh fëmijëve tanë në Bashkimin Evropian. Duke u përpjekur të mbledh disa mendime për të ndarë me ju, po mendoja që pavarësisht se kjo sken këtu dhe ky shesh është zgjedhur për bukurinë e vet të jashtëzakonshme dhe për hijen e magjishme që ka, gjithsesi më duket sikur sot pikërisht ky takim na lidh në të sotmen me atë që është edhe legjenda e kësaj kalaje. Legjenda e atyre që përpiqeshin të ndërtonin ditën dhe e atij që prishte natën. Ishin vëllezër dhe ajo legjendë në fakt ka reflektuar në vazhdimsi në jetën shqiptare, shekull pas shekulli ka reflektuar edhe në letrat e shkruara nga mendjet mëdha të kombit ton, që nga Gjergj Fishta tek Faik Konica e të tjerë të cilët e kanë pas pamundur mos ta lënë edhe me shkrim që halli më i madh shqiptarit i vjen nga shqiptari. Por nga ana tjetër, lajmi i mirë për ne është që shumica e shqiptarëve tani më është shumë e qartë edhe është shumë e vendosur për të çuar deri në fund këtë mision historik që fati e ka dashur që të vijë në dorën tonë dhe nderi ynë është që ta çojmë deri në fund. Ajo shumicë nuk se është e lumtur me çfarë bëhet dhe me çdo gjë që bëhet. Nuk është se është e kënaqur me gjithçka që në jetën e përditshme ndesh, nuk është se nuk i sheh poshtllëqet ende të dukshme të pravambetjes së madhe nga e cila ne po dalim hap pas hapi, nuk është se nuk i sheh dhe nuk i ndjen pengesat që ndesh, nuk është se nuk i sheh të gjitha ato probleme që kujtojnë se i shohin më mirë ata të cilët prej vitesh tani më kërkojnë që të na vënë strekëmsha dhe në çdo strekëmbë shndërrojnë që ai është strekëmshi vendimtar kur ne më në fund do rrëzohemi. I sheh patjetër, por ndryshe nga ata, shumica sheh edhe atë që ata nuk duan ta shohin. Sheh atë që ne kemi bërë për Shqipërinë, sheh atë që ne kemi bërë për qytetet tona, sheh atë që ne kemi bërë për zonat tona
rurale, she atë që kemi bërë për flamurin tonë kombëtar. Sepse është kollaj të flasësh për flamurin, është edhe më kollaj të marrësh një flamur dhe ta lidhësh në qafë për të bërë patriotin, është edhe më kollaj të bërtasësh e të këndosh këngë patriotike, por nuk është as pak e lidhur me patriotizmi, nuk është as pak e lidhur me flamurin, nuk është as pak e lidhur me frymën atyre këngëve që të gjitha këto ti përdorësh për të sulmuar dhe për të bërë çmosin që të hedhësh të gjithë baltën e mundshme, të mbledhësh dhe të lëshosh të gjithë gurët e mundshëm ndaj atyre që nuk mendojnë si ti, dhe jo vetëm nuk mendojnë si ti, por janë me detyrën e udhëheqjes vendit, sepse shumica që nuk mendon si ti ka zgjedhur ata dhe nuk të ka zgjedhur ty. Kjo nuk është patriotike. Dhe pastaj ajo që lind vetvetiu si pyetje kur sheh gjithë këtë që po ndodh sot është po çfarë duan ta patriotët. Se realisht po të përpiqesh ti dëgjosh çfarë nuk dëgjon. Ishte një patriot dje ma çuhen që thoshte Edi Rama i ka ulur qëllimisht biletat e avionëve për t'i bërë që sa më shumë të marrin avionin dhe t'ikin nga Shqipëria. Qa do ky patrioti që ne të rrisim çmimin e biletave të avionëve tani? Do më thënë, këtu jemi në një hapësirë ku thuhet gjithçka, por nuk dëgjohet asgjë dhe mbi të gjitha askush nuk mban asnjë përgjegjësi për atë që thotë. Shpërthyen papritur ethet ambientaliste të gjithë shqiptarëve, në thonjza të gjithë shqiptarëve, sepse në fakt janë vetëm ata të cilët thonë ne jemi Shqipëria, ne jemi populli, ne jemi shqiptarët. Qohuni nga kafet, mos rini ulur. Ata nuk duan me ditë se njerëzit që janë në kafe mund të kenë qenë gjithë ditën në punë. Jo, mos rini ulur, hajdeni me ne, për Shqipërinë e re. Po për ku? Për ku? Si i papritur këta u zgjuan një ditë edhe të gjithë u bën ambientalist. Dhe ndërkohë po kërkojnë shpëtimin e Shqipërisë nga unë dhe nga ju. Ku ishin ta kur në Shqipëri kërciste gjuetia ilegale dhe kur vriteshin për ditë zogj e kafsh që normalisht janë speciet mbrojtura? Ku ishin këta kur Shqipëria kishte në fuqi ligjin e importit plerave? Ku ishin këta kur pyet ishin bërë vendi ku dëgjohej vetëm një zog, shara elektrike? Ku ishin ta? Nuk i kërkon askush llogari atyre që aso kohë ishin 10 vjeç. Por unë nuk e kam me ta dhe nuk e kam për ta. E kam me ata dhe për ata të cilët po bëjnë shmos që ta marrin peng dhe ta çojnë në drejtim të paditur atë moment shqetësimi të natyrshëm dhe atë nevojë krejt legjitime të shumë njerëzve qytetarë që papritur u ndjen përpara një alarmi, përpara diçkaje që duhet të bërin çmos, duhet të bërin diçka, duhet të dinin në rrugë, duhet të thoshin ja ku jemi dhe ne për ta ndaluar, sepse
papritur morën vesh që ka një plan djallëzor për të shitur Shqipërinë, që ka një plan djallëzor për të shkatruar një habitat natyral dhe për të rrafshuar një zonë të mbrojtur, e pastaj për të sjell aty ça thoshin palestinezët, ça thoshin izraelitët, ça thoshin masiv betoni. Unë i kuptoj ata. Por ama i kuptoj në momentin e parë, i kuptoj në ditën e parë, i kuptoj në ditën e dytë. Nuk i kuptoj më pastaj kur shkojnë mbas Berihajt dhe kur ca nga fakti që nuk e din, ca nga fakti që nuk duan të dëgjojnë, harrojnë krejtësisht se me kë kanë të bëjnë. Dhe kur them me kë kanë të bëjnë, kam parasysh eksaktësisht veten time, qeverinë tonë, shumicën tonë qeverisë, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Harrojnë që kanë të bëjnë me një forcë të cilën mund ta kritikosh për shumë çka, për dje edhe për sot. Po kanë të bëjnë me një forcë të cilës kur askush nuk mund të qohet dhe të marrë kurajon t'i tregoj gishtin si një forcë që ka tradhtuar ndonjëherë interesin kombëtar. Nuk e ka bërë dje, nuk e ka bërë sot dhe nuk ka bërë kur. Sepse interesi kombëtar ka qenë për Partinë Socialiste, qysh në kryet herës, një pikë e palëvizshme referimi. Dhe ju këtu, ata që janë më si ta themi, të vjetër, si puna ime, të vjetër, e din shumë mirë se në këto ujra kalontin anijet, varkat, makinat e kontrabandës, së naftës, që furnizonte makinerin vrastaret Slobodan Milošević, kalonin këtu, dhe kalonin këtu me bekimin e atyre të cilët ditën flisnin për lirin e Kosovës, flisnin për lirin e shqiptarëve në Kosovë, flisnin kundër diktaturës që po shkatronte Jugosllavinë me radhë, me gjak dhe nuk po i linte vende, dhe natën furnizonin makinerin që përdori kundër të gjithë atyre që donin të shpëtonin nga kthjetrat e regjimit fashist në Beograd. Dhe ndërkohë, çfarë thoshin? Thoshin që ishte Partia Socialiste, ajo që ishte krijuar nga Beogradi dhe që mbronte interesat e Beogradit. Kjo është e vërteta që historia tregon sot shumë qartë. Ashtu siç historia ka treguar, po nuk i ka treguar të gjitha, lidhur me ushtrinë shqiptare të Kosovës, lidhur me cilët ishin dhe nga cilat forca vinin, ata që e mbështetën pas një rezervë ushtrinë shqiptare të Kosovës, ndërkohë që historia e ka të shkruar në publikime se si ata tjerët e sulmonin ushtrinë shqiptare të Kosovës, bën çmos që të sabotojnë Rambujen. I konsideronin ushtarët dhe udhëheqësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës terroristë, haptas në gjuhën shqipe. E pra, jasë si historia në momente caktuara përsëritet në forma të ndryshme dhe për arsye të ndryshme. Por që t'i thuash kësaj partie, që t'i thuash kësaj force politike, që t'i thuash kësaj shumice qeverisë së sot, që t'i thuash kësaj qeverie dhe mua në kryet saj, çfarë do qoftë që ka lidhje me tradhtin, duhet t'jesh komplet
i pa fytyrë. Pa fytyrë, pa din, pa iman, pa fe dhe pa ade. Mund të flasësh për adeun sa të duash. Por ata që i kanë bërë gjëmat më të mëdha këtij adeu dhe çdo adeu janë ata që adeun e kanë mbajtur në gojë më shumë se sa të tjerët. Por adeu nuk është për të mbajtur në gojë me vend dhe pa vend. Adeu është për të mbajtur në zemër dhe adeu është për të mbajtur në mendje. Kur ti flet dhe kur ti vepron mbi ato që thua. Se